Eksperti i Institutit të Shëndetit Publik shprehen se janë drejt përfundimit të procedurave për t'i hapur rrugën ofrimit falas të vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës. Për këtë, ekspertët kërkuan mbështetjen e deputetëve të Komisionit të Shëndetësisë, si dhe koalicionit të grave deputete, për ta votuar projektligjin që do të vijë në parlament për miratim në fund të dhjetorit. Unë mendoj që brenda muajit dhjetor ne mbyllim gjithë pjesën teknike dhe të kërkoja nga ju zonja një mbështetje në lidhje me futjen e kësaj vaksine. Sot për një kancer, pra kemi vaksinë. Jemi koshien me futjen e vaksinës së hepatitit B, kemi të dhëna në uljen e cirozave, në uljen e kancerit të mëlçisë. Do të kemi të njëjtat të dhëna mbas 10 vitesh në lidhje me kancerin e qafës mitër. Le ta bënë këtë ndryshim pikërisht tani. Sinqerisht kërkoj mbështetjen tuaj në lidhje me këtë gjë. Është për gjitha gratë dhe vajzat. Futja e vaksinës së kancerit të qafës së mitrës në kalendarin kombëtar të vaksinimit mbart një kosto të lartë për buxhetin e shtetit, por efekti në shëndet pritet të jetë i madh. Ekspertët janë të mendimit se vaksina është e aftë deri në 70% të parandalojë infeksionin, i cili shkakton sëmundjen vrasëse. Aktualisht vaksina tregtohet në farmaci me një çmim tepër të lartë për xhepin e qytetarëve.